Ladies and gentlemen, bën Nel Plevitosio jashtë dhe ç'ditë e bukur të nisemi dhe të vemi në Mirdit. Atje na sugjeruan, më thanë o Jur pse s'vjen Mirdit, kështu që tani do nisemi dhe do vemi në një nga vendet më të bukura të Shqipërisë, por në një nga ditët më të ftohta të vitit. Vamos! Më thanë që në Mirdit tani ka filluar bie shi, ndërkohë që në Tiranë bie shi shumë, atje do bjerë borë thanë, edhe kam frikë të iki me këtë makinën time, jo se s'është e mirë, shiko, super është Fiat Puntua, po gjeta akoma një makinë më të mirë, që ma dhanë nga Alberental, është një Dodge amerikane, një 4x4 super makinë, wow! Here parë që shikoj, sa u futa, është kjo makina këtu, të cilën do e marrim me vete, ta nxjerrim një xhiro sot, për me qera të Alberental, qofse doni dhe ju një makinë më të mirë se sa Fiat Puntua ime, e janë edhe ju, shikojeni këtu. Kjo është ajo që i them unë makinë 6 metre, se 4x4 bëjnë 16. Vamos në Mirdit. Unë të shta vjen në gjep. Përshëndetje dashur miq nga Rubiku, nga qyteti i Rubikut. Gjëja e parë që shikojmë këtu është që bie borë, bën shumë borë, bën ftohtë, nuk e di sa ftohtë bën, sepse gjëja e dytë që sapo gjeta është që këtu s'ka val telefoni. Asnjëri nga 4 telefonat që kemi me vete nuk ka pas një val, njerëz nuk ka shumë, nuk e di fiks se çfarë do bëjmë, po e di që do presim ja 2 njerëz, bëjmë ja 2 intervista të bukura, shikojmë çfarë ka Rubiku për të ofruar, sepse të gjithë dalim në të vërtetë në diell, gjithmonë pushime verore këtu, pushime verore atje, por njerëzit nuk jetojnë ditë për ditë si në verë. Nganjëherë jetojnë edhe në dimër. Edhe sot është një ditë normale në Rubik dhe ne do t'u tregojmë fiks se çfarë bëhet në një ditë normale me borë, veç se luftës prej borë në Rubik. Okej, si fillim vemi pim një kafe dhe pastaj organizohemi dhe shikojmë. Erdhëm për një çaj dhe çajin e malit ne sollëm me pustinë. S'pas kanë çaj malit. Rubiku është një qytet me 4454 banor dhe ka një emër interesant sepse është një lloj si kubi i Rubikut që kanë bërë hungarezët. Do na thosh 2 fjalë për Rubikun? S'flet njeri këtu, për Rubikun janë të turpshëm të gjithë, e thon pastaj që pse s'na nxorre bukur. Këta s'flasin fare. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Dëgjova që herë e parë që bie borë në Rubik thon. Knaqësia në malsin tonë është bora, por problemi është se ka marru vendi. Vendi ka 4454 banor, shumë i mirë. Rubiku ka pas uzina kanë marru, por sot ka marru përfundimisht ky vend, sepse kanë mbet vetëm pensionista, invalid. Sa e merrin pensionin? X. Si e shtyni me aq? Pensionin unë e marr 20.000 lekë. Si e shtyni me aq lek në Rubik? Si e shtyni thon? Shtym se s'kemi takat me lëvizje me hik edhe na si triton, se hikurinia kanë me vetëm pleqëria edhe kjo është ajo. Kjo pleqëria që i thoni ju, me ç'a merren? Pleqëria merr ato 20.000 lekë, 200.000 lekë dhe blenëj, nuk blenë, s'ka qa blenë me të si dalin për i lashe i lashtë. Ilaçe, cila është gjëja më e bukur që mund të shikojmë në Rubik sot? Gjëja më e bukur bora, ekonomia ka marru, njerëzit kanë hik.
se mi shef kush ato lajmet ato që ta mund që mendoj këtu. Ka qenë në atë kohë që i ku hashin buk, jo buk gruni, po buk misri, në atë kohë. Tashi, unë mendoj se shqiptarët hiken, kanë me pensionista, patronazhista, kush am punë shteti merr ata lekë që nuk ka rroga, jo edhe them se këtu vend ka marru ky vend. Ka shpresë, do ndryshojmë ndonjëherë. Do bëhet ndonjëherë Rubiku vendi pa parë siç ka qenë, me uzina me njëri me tjetër. Nuk bëhet mo. Ky vend nuk bëhet mo, se kur hiken mosha jote e këtyne dy çunave që ke, këtu nuk bëhet ky vend. Dakor. Unë jam një pensionist, kam gruan me pension, nuk dalin lek me mori lashet e bukën. Nuk dalin, nuk... Ju falënderoj për intervistën, kam respekt për gjitha mediat, por kur transmetojnë originalitetin e shanove këtu. Jo, kjo ndodhi, këto na thatë, ne këto do nxjerrim. Okej. Faleminderit. Faleminderit. Këtu në rubrik normale edhe nga pjesa e moshës dhe nga pjesa e gjërave që bëjnë, edhe çik nga i ftohti i Borës që ashtu na thon të vërtetën. Dalin ja kërcasin të vërtetën se e dinë që ne si censurojmë këto gjëra, edhe kështu na thanë që rubriku nuk bëhet. Bëhet rubriku? Le të pyesim ca të tjerë. Erdhëm tek Infokulla në Mirdit, një vend shumë interesant, shumë special, shumë fiks, për të cilin do na thot më shumë zoti Nik. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Kënaqësi t'ju kemi këtu. Na thoni dy fjalë për vendin, ju lutem. Infokulla është vendosur në Rubik, i cili është vendi fillimi nga bëhet hyrja në Mirdit dhe ka si funksion informacionin kundrejt vizitorëve dhe operatorëve turistik dhe zhvillimin e produktit turistik për zonën e Mirditës dhe jo vetëm. Është një qendër e dhuruar nga një austriake që quhet Marian Graf, e cila prej vitesh punon për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Pra në qoftë se unë jam turist që dua të vizitoj Mirditën dhe jo vetëm, çfarë mund të përfitoj duke vizituar ju këtu? Është pika më mirë nga ku mund të merrni informacion se si të shpenzoni kohën në mënyrë më efektive, pra në mënyrë që të përfitoni më shumë në një ditë të caktuar. Na thoni disa vende që mund të vizitojmë. Mirdita ka një shtrirje goxha të madhe dhe me një larmi relievesh. Turizmi ynë është konsideruar hiking, ku gjatë hikingut vizitori njihet me traditën, me kulturën, me religionin, me gatimet, me njerëzit, me organizimet familjare. Kështu që varet nga natyra e vizitorit, nëse një vizitor është i bazuar kryesisht tek kultura, ne duhet të orientohemi tek monumentet kulturore që kemi, siç është Kisha e Rubikut, Muzeu i Infokullës, kemi piktogramet e shumta në Rubik dhe në të gjithë Mirditën, Oroshin si qendër historike e Mirditës, kemi Kishën e Ndërfanës dhe shumë rënoja nga momentet historike të Mirditës. Në fakt mund të themi që bën shumë ftohtë jashtë, është bie bor zakonisht këtu? Vitet e fundit ka filluar të bjerë më pak, edhe pothuajse kemi filluar të harrojmë këtu në fillim, ndërsa në malet e larta po, mbase është efekti ndryshimeve klimatike. Fryn një herë aq e madhe jashtë, saqë jo për fajin ton, po ikën dhe dritat këtu. Do aq shumë herë fryn jashtë, po lëviz vendi, lëviz edhe makina kur vinim. Duhet të përshtatemi kushteve klimatike. Kur vjen për rrugë do i marrësh parasysh të gjitha. Këto janë surprizat e natyrës. Ky është ndryshimi i aventurës me udhëtimin. Këtu gjithashtu keni krijuar një website nga kjo gjëja e financuar nga Zvicra dhe nga Austria. Atëherë këtu kemi webin ton, i cili është në dispozicion të
të atyre që të kërkojnë informacion në 4 gjuhë dhe që quhet hikingmirdita.com. Turizmi në Mirdit është konsideruar një ecje ku gjatë ecjes vizitori njihet me atë që ka ofron Mirdita, me kulturën, historinë, etnografinë e pasur, traditat, ritet, religionin dhe natyrën shumë të bukur që ka. Me që e kemi quajtur hiking, ne kemi krijuar shtigje të markuara në për Që mund të bësh hiking me këmbë. po, këmbë është Janë 38 shtigje. 38 shtigje të shpërndara në të gjithë Mirditën. Siç e shihni, këto linjat e kuqe janë shtigjet. Edhe janë ato pjesët që mund të bësh në këmbë, disa e brenda ditës, disa me ditë në radhë. Tani gjendemi këtu momentalisht ku gjendet infokulla dhe shikoni si janë të shpërndar shtigjet. Pra ne mund të vemi deri te liçeni Ulëzës në një rrugë. Mund të nisemi, po, është shtegu më i gjatë, në fakt është 20 sa kilometra, që nisesh nga këtu deri në liçenin e Ulëzës. Ka shumë male fusha apo mund ta bësh brenda një ditës? Bëhet brenda ditës, por varet nëse është dëshira, mund të ndalohet në fshatrat në mes të shtegut dhe mund të pushohet aty dhe pastaj të vazhdohet me pjesën tjetër për të zbritur në Ulës. Siç po thoja në fillim, ne s'kemi pasur shërbime dhe puna e parë jona ka qenë krijimi i shërbimeve për vizitorët. Në zonën e Rubikut, është kjo zona këtu dhe kryesisht në katonin e vjetër ne kemi shërbime, kemi disa operator turistik që ofrojnë shërbime, qoftë akomodim, qoftë guid dhe qoftë ushqim të shijshëm. Pra nëse dikush do të udhtoj 2-3 ditë nëpër këtë rrugët apo një javë, mund të gjejë gjithmonë guida të ndryshme apo edhe hotele të ndryshme. Pra, momentalisht ne kemi krijuar kushtet për pas shërbime për të pas një paketë disa ditore në Mirdit. Një pikë tjetër ku ne kemi ngritur shërbime është në kufirin me matin, e Mirditës me matin, pra në buzë kanjonit të Urakës, në një vend që quhet Lufaj. Edhe këtu kemi ngritur shërbime turistike, kemi nxitur krijimin e bujtinave dhe element unik të destinacionit. Gjithashtu, në një ekstrem tjetër të Mirditës, ndërmjet burgut politik të Spaqit dhe malit të Monellës, diku në Gur Spaq, në një balkon natyror me lartësi mbi 1000 metra mbi nivelin e detit, është një destinacion tjetër unik. Le të themi, i pasur me shumë elemente dhe me akomodim dhe me ushqim për vizitorët. Pra nëse unë kam kohën dhe mundësinë, nga Spaçi u mund të dal në majat e Monellës. Të dal deri Deri në Domgjon dhe më sipër. Jo, në Gur Spaq, nga Gur Spaqi deri në malin e Monellës. Ndërsa aty ku përmendet ju Domgjonin, i cili ka edhe një monument kulturor shumë të rëndësishëm, ka një gurë e cila është edhe monument i mbrojtur nga Ministria e Kulturës. Nga Domgjoni mund të dilet lart prap në Monellë dhe në livallet e Monellës, të cilat janë shumë karakteristik. Në periudhën e qershorit dhe korrigut, aty është një parajse vërtet. Ne kemi pastaj në zonën e Fanit, me që jemi atje, kemi malin e Zepës, cili ndodhet përballë malit të Monellës, kemi gurën e Nusës, cili është në lartësinë rreth 1800 metra mbi nivelin e detit, maja dhe vetëm lartësia e gurit është me disnivel rreth 800 metra, cili bie thik mbi. Pra nga Burreli që kam ndaluar unë një herë një kohë për të ecurit në këmbë, unë mund të ecja në rrugën e makinës deri këtu fiks, edhe këtu të marr këtë rrugën që bën hiking, të dal në Rubik, të dalë diku rresh këtu, edhe pastaj këtu është dysheze gjitha edhe mund të flini diku me katundin e vjetër, pastaj mund të ngrini të bëni brenda katundit të vjetër, mund të bëni sipas dëshirës dhe sipas mundësisë, mund të bëni shtigje të ndryshme, varet nga mundësia e vizitorit për të ecur, pra shtigje të lehta dhe shtigje të vështira apo të moderume. Edhe këtë programi për zhvillimin rajonal të Shqipërisë e mbështet ekonomikisht Austria me Zvicrën. Austria. Në rastin konkret, Infokullën e ka bërë një zonjë që quhet Marianne Graf. Ne ka bërë një person.
një person i cili udhëheq një partneritet Shqipëri-Austri. Pastaj këtij projekti të Infokullës është bashkëngjitur një projekt i vogël, të cilin ne e kemi aplikuar tek ky program zviceran-austriak që ka qenë në atë periudhë. Tani është mbyllur si program i zhvillimit rajonal, por që na ka ndihmuar goxha për të vazhduar punën tonë dhe misionin tonë të Infokullës. Dikush që do të bëhet pjesë e kësaj listës këtu nga Mirdita, duhet kontaktoj me ju apo kontaktoni ju me ata? Duhet të paguhet, si funksionon? Shërbimi ynë është falas. Domethënë ne jemi gjithmonë ne jemi institucion publik që jemi të interesuar që zona jonë të zhvillohet, të mos kemi largim të popullsisë dhe të shtohet numri i vizitorëve, duke ruajtur disa parametra që kryesisht janë të lidhur me ekoturizmin. Super, pra nëse dhe ti je person i ri në rinin tënde të hershme, ose mund të hapësh një bujtin, ose mund të përdorësh shtëpinë e prindërve të tu në fshat, e të zhvillosh pakës turizmin në këtë vend, të kesh dhe turistët e tu, këta të ndihmojnë që të vinë turistët fiks në shtëpinë tënde, dhe duke mos qenë këtu nevoja të marrësh malet apo të marrësh rrugën për në Gjermani, siç bëjnë zakonisht të rinjt në për disa zona, përfshirë dhe zonën tuaj që është ulur popullsia në vitet e fundit. Ne marrim kapacitetet që kemi dhe ju afrojmë sipas tipit që janë, ju afrojmë operatorëve turistik. Edhe këtë fund muaj do marrim pjesë në panajirin e turizmit, ku do t'ju ofrojmë operatorëve turistik vendas dhe tuaj, do ju ofrojmë potencialin që ka Mirdita dhe konkretisht çfarë mundësish kanë dhe çfarë lloji akomodimi mund të kenë. Është detyra jona dhe bëjmë me kënaqësi. Shumë mirë. Kishit diçka tjetër? Po, përveç shtigjeve, që këto ishin shtigjet. Përveç shtigjeve ne kemi disa këshilla se si mund të vizitohet Mirdita dhe rajoni, duke filluar nga paketa ditore deri në disa ditore. Pastaj operatorët apo vizitorët apo turistët mund të zgjedhin të bëjnë kombinime, por janë sugjerime të këndshme që mund të kalohet në Mirditë. Ndërsa tek pjesa hiking ne kemi bërë për vizitorët e faqes, e kemi bërë edhe më të lehtë aksesimin. Këtu kemi hartat. Me që keni ardhur në Rubik, po hapim hartën e Rubikut. Kjo është harta shtigjeve të krijuar në Rubik. Këto linjat e verdha janë në shtigjet, ndërsa për secilin shteg, i cili ka një numër të renditur, gjenden të dhënat e tij, shkalla vështirësisë, gjatësia të gjithë. Dhe sipas levimit. Për shembull, kjo pjesa këtu thotë që fillon gati në fush edhe sapo ecën malore. Kështu që po, më mirë e bën mbrapsh. Është distanca, lartësia e pikës së fillimit, Fillon nga 70 metra dhe mbaron në 714. Pra elevation është 650. Diferenca ndërmjet asaj, këto zakonisht i bëjnë kur bëjnë këto maratonat zakonisht, thotë fillon në 0 metra dhe mbaron deri në zakonisht. Të dhëna të matura saktësisht dhe të shkelura nga ekspertë. Gjithashtu, poshtë hartës gjenden disa numra dhe këto numra, për shembull, nëse klikojmë atë, korespondojnë në një të vetme. Një shteg i personalizuar. Dhe ky shteg mund të shkarkohet në formatin QML për shembull. Po mund të shkarkohet tu dhe mund ta përdorin vizitorët në aplikacionet e tyre. Ne kur nisëm këtë punë për hikingun, menduam që të bëjmë një aplikacion tonë. Kur pam listën në Play Store dhe në App Store, pam listën se sa shumë aplikacione hiking ishte, menduam se nuk është e frytshme, sepse kush do e gjejnë fundit. Atëherë, si mund të përgjigjemi ne aplikacioneve? Kështu që e bëm të downloadueshëm shtegun dhe vizitorët mund ta përdorin, mund ta hedhin në aplikacionet e tyre dhe e përdorin pastaj si GPS. Është një lloj si puna e Instagramit me faqet e webit, që të hapësh një faqe webi është jotja 100% shumë e mirë, por për të hapur një faqe Instagrami ekziston, është gati dhe ti thjesht mund të kontribuosh pak më shumë për të ngritur numrat atje. Ndërsa këtu kemi akomodimet. Pra operatorët
turistik që operojnë në Mirdit. Ne tu kemi 4 për momenti, ndërkohë jemi në proces, sepse janë edhe të tjerët, jemi në proces updatimi, ku do të shtojmë dhe një listë të gjatë. Jemi fokusuar kryesisht tek operatorët që ofrojnë edhe akomodim. Pra, sepse fundi fundit turistët kanë nevojë për akomodim. Shumë mirë. Tu kemi foto. Edhe galeria me fotot që nëse udhton do të shikosh diçka fikse edhe shikon atje çfarë do shikosh pak a shumë përpara se të vesh. Unë ju sugjeroj mos ta shikoni fare nëse doni të veni një udhtim, thjesht të hapni sytë dhe të mahniteni se ndryshe shikojnë atë llamarinën e Parisit e thon pastaj ua çaq bukur sa në foto. Fotot janë llogaritur që për të marrë spunto, jo për të çuar Kureshtin, por për ta nxitur Kureshtin, kështu që. Ne kemi edhe nga webi, kemi turistë që porosisin. Na shkruajnë nga webi, dua këtë apo atë, edhe ne kontaktojmë me operatorin që ata dëshirojnë të krijojmë mundësitë për lehtësim. Gjithashtu, një nga punët tona është edhe kujdesi ndaj emergjencave. Pra në rast se një turist apo gjendet në një problem diku në zonë, atëherë ne për fat zona është mirë organizuar dhe mjafton të marrin telefon dhe ne mund gjendemi në kohë rekord në terren për të ndihmuar. Dhe meqense është kompjuter ky, këtu direkt mund të futeni dhe të shikoni faqen ton Aventura TV. Dalim live këtu dhe jemi live në emision për mëngjesin tani për shembull, jepet ky emision. Këtu jemi te pjesa e banakut, ku ky banaku është jo si banaket e tjera. Domethënë i ka zyrtarët nga ana e klientit dhe jo nga ana e shërbimit. Dhe siç e fshihni tek Pra këto mund të shikojmë se në vende të ndryshme që duam vemi, për shembull nëse shkojmë në Spaç, kemi gjërat e organizuara fiks për Spaçin. Një rrugë e cila vete nga Rubiku me makinë që është 1 orë e 9 minuta për 43 kilometra. po, Dhe gjithashtu janë fotografi të ndryshme dhe gjëra që mund të shikosh atje. po, këtu janë të gjitha. Ne jemi edhe në proces updatimi, pra ndodhin zhvillime të reja, ne i pasqyrojmë pastaj në këto. Momentalisht jemi në këtë situatë. Pra ata që e fillojnë, që vinë tek Infokulla dhe duan të shkojnë tek Ishburgu i Spaçit, kanë këtë itinerar. Si për burgut e Spaçit, siç ju thash edhe tek webi, është një destinacion i cili ju ofron pastaj edhe shërbime, edhe ushqim, edhe akomodim. Dhe për ata pastaj që duan të ngjiten dhe të shkojnë në majët e Monellës, është një pikë nga ku mund të startohet në mënyrë perfekte dhe të këndshme. Gjithashtu këtu keni dhe muzeun me sa diun. Muzeu është? Për ata të cilët të duan të kenë informacion më tepër rreth Mirditës dhe zonës së veriut në tërësi, dhe që kanë kohë në dispozicion më shumë, u ofrohet shërbimi edhe në muze kundrejt biletave. Duhet të theksoj se çdo shërbim që ofrohet në Infokull, qoftë me para, qoftë falas, apo dhuratat që këto vinë, shërbejnë vetëm për përmirësimin e shërbimeve të turizmit në Mirdit. Pra është biznes social, nuk ka për qëllim fitimin, ka për qëllim mirëmbajtjen. Ka për qëllim mirëmbajtjen dhe zhvillimin e zonës. Futemi ta shikojmë. Muzeu është i konceptuar në 2 kate. Kati i parë kushtohet kryesisht gjërave të rënda në jetë, siç janë mitologjia, historia, natyra, vujtjet dhe persekucioni. Ndërsa kati i dytë është më shumë drejt ngjitjes, drejt festave, drejt etnografisë dhe është më shumë viziv se sa oral. Si çdo kombë, edhe kombi ynë ka mitologjinë e tij, e cila është përfaqësohet nga figurat e shumta mitologjike, siç janë Skënderbeu, Gjergje Zalia, dragonjt dhe kafshët mitologjike të cilat gjenden këtu. Gjithashtu kemi edhe treguesit e paganizmit, Dordolecin dhe Dhin, Dhia e Egër që ishte pika e fortë dhe pika dot të zanave. Kemi këtu disa numra që kanë kuptim dhe përdoren shumë në disa religione, kryesisht në religionet abrahamike. Për shembull numri 1, 2, 3, 7. Ato që disa herë i thonë numrat nefat për shembull. Po janë të organizuar në këto, për shembull numri 1, numri unik, numri 2, trinia, 4 janë gjitha me radhë. Dhe që përdoren shpesh në
në fetë abrahamike, që janë të krishterët, islamiket apo gjuish. Po, numri 12 për shembull si horoskopi që ka 12 muajt e vitit, 12 Apostujt, 12 apostujt në kishin pjestohet me 200, 300, 400, 600, shkruar informacioni, për 12 orët e ditës që e bëm ne, po. e kështu me radhë. Ndërsa këtu kemi simbolikën e mujit, i cili merr qumshtin e zanave dhe ngre forcën. Kur isha i vogël dhe lexoja apo më tregonin për eposin e kreshnikëve, thoja me vete, po pse s'mori më tepër qumësht ky muj që të bëhej edhe më i fortë. Ndërsa pastaj duke rritur dhe duke kuptuar jetën është ajo pjesa që as nuk mori për të sunduar të tjerët, por as më pak për ta sunduar të tjerët, pra për të ruajtur atë ekuilibrin njerëzor dhe marrëdhëniet që duhet të karakterizojnë jetën në tërësi. Kuptohet që fuqia është responsibilitet. Ndërsa këtu kemi artët shqiptare, edhe kombinin ka artët e pasura të vetat, dhe këtu jemi fokusuar tek Marian Graf, më saktë, është fokusuar tek pikturat, e ka nisur me motrën tonë, tek Olli Dërmena, realizmi socialist deri tek pashpërvathje si piktor rajonal në Lezhë. Natyra shqiptare është shumë e pasur. Pavarësisht se ne si Shqipëri përfaqësojmë një vend me sipërfaqe të vogël, por nga diversiteti i relievit, diversiteti i mikroklimave, ofrojmë një florë e faunë shumë të pasur. Zonja Grafe ka filluar me lulet e shumta që gjenden në Shqipëri, ku disa prej tyre janë endemike, siç është zambaku shqiptar, që gjendet me shumicë në malin e Monellës edhe në malet e Veriut kryesisht. Tu kemi kafshët e shumta që gjenden në Shqipëri, kur këto me simbolin PPNA janë bërë nga kamrat kurth në malin e Monellës. Dhe ky është rrëqepulli i Ballkanit, i cili është një specie në zhdukje, ku mendohet që nga 11 individ që janë në Shqipëri, 5-6 gjenden në malin e Monellës sipas kësaj organizatës. Dërsa në njërën anë kishim lulet, anën tjetër kemi flutrat, të cilët janë të pandarë të shumta. Gjithashtu edhe zogjë të shumë që gjenden në Shqipëri, një larmi e madhe. Një pjesë prej tyre janë autokton që qëndrojnë gjatë gjithë vitit dhe një pjesë e tyre janë shtektarë. Këto punimet e drurit i përkasin traditës së vjetër të zonës së Veriut në Gdhendjen e drurit. Kjo është një musandër Shkodre, edhe ato janë punime të Shkodrës, ai musandri tjetër është i përket Krujes, edhe kjo dera këtu është derë krutane shumë e vjetër. Ndërsa këtu kemi një kronologji të historisë së Shqipërisë dhe të zonës të përmbledhur në disa libra që mund t'i shohim. Zonja Grafe ka filluar librin e parë me flamurin, ndryshimet që ka pësuar flamuri gjatë historisë, duke filluar që nga mitologjia e lashtë deri tek dekorimi i veshjeve të grave mirditore. Ndërsa këtu kemi gjuhën shqipe, si një nga gjuhët më të vjetra të grupit indo-europian të gjuhëve. Dhe disa ilustrime me dokumentet e parë të gjuhës shqipe dhe me franabardhin si. Tu kemi site prehistorike ku Mirdita ka shumë të tillë. Mirdita është banuar që herët, sipas historianëve, dhe këtu ka pas banuar fisi Pirust, i cili kishte si karakteristik përpunimin e metaleve. Ne gjejmë shumë vende dhe shumë toponime që vinë që nga lashtësia. Për shembull, ne kemi shpella e Batos. Bato ka qenë një kryengritës në kohën ilirë, në kohën e romakëve. Pra, shpella e Batos ndodhet në Fan. Por për fatkeq zona nuk është që themi eksploruar nga pikpamja arkeologjike. Dhe vetëm gjërat të sipërfaqshme. Shpresojmë ndonjëherë që të kemi një eksplorim të mirëfillt. Këtu flitet për shtetin e Arbrit, i cili është
themeluar në Mërqi, por që sipas historianëve, një pjesë të madhe të kohës, qendrën administrative e ka pas në Mirdit. Këtu flitet për herojnë ton kombëtar Skënderbeun, ndërsa këtu flitet për familjen e Gjomarkut, ose kapedanin e Mirditës. Këtu kemi disa foto të. Kapedani ishte fjala fundit e kanonit. Pra, si themi, nëse sot funksionon gjykata lart, edhe kapedani ishte fjala fundit e kanonit, pra e gjyqësorit në. Ndërsa këtu flitet për të drejtën zakonore shqiptare, e cila është përfaqësuar nga disa kanone, ku më inspikatori është ai i Lek Dukagjinit. Dhe atë që ka i bashkon të gjithë kanonet shqiptare është besa. Në së cilin prej tyre, besa është një vend të veçantë dhe këtu është e ilustruar me besën që shqiptarët ju dhanë hebrejve gjatë luftës dytë botërore, të cilët nuk i dorëzuan tek nazistët. Tu kemi abacinë e Oroshit dhe kisha kryesore e saj, shumë e vjetër, shu ka qenë dikur, shumë është sot, sepse pothuajse u rënua gjatë kohës së komunizmit. Ndërsa këtu kemi kishën e Rubikut. Kisha e Rubikut si një nga më të vjetrat në Shqipëri, e dokumentuar që nga viti 1166. Për fat ka ngelur, ka shpëtuar regjimit komunist pa u shembur, është monumenti më i plot që ne kemi. Arkitektura e saj është e tipit roman, ndërsa dizenimi brenda është i stilit bizantin, që ka flet për ndikimin e Bizantit që ka pas në vendin tonë. Këtu kemi disa priftrin kryesor që kanë shërbyer në Mirdit. I madhi prej tyre Abat Prendoqi, i cili udhëhiqte abacinë e Oroshit dhe që është themeluesi i shoqërisë Bashkimi, nga ku zënë fill shumë dokumente të rëndësishme të Shqipërisë, ku një ndër to është edhe alfabeti të cilin ne përdorim sot. Gjergj Fishta, Homeri shqiptar, i cili ka shërbyer për një kohë edhe në kishën e Rubikut, ku rekonstruksionin e fundit ka qenë bërë nga atë Gjergj Fishta. Kemi Shtefin Gjeqovin që ka shërbyer në Rubik, ku një pjesë të kanonit, përmbledhjes së kanonit e ka bërë në kishën e Rubikut. Ndërsa këtu në fund kemi një prift austriak, i cili ka shërbyer në vitet 1900, fillim viteve 1900, dhe që ka lënë 2 trashëgimi. Na ka lënë një roman të botuar në vitin 1935, romanin Lule, që ka flet për një histori dashurie ndërmjet 2 të rinjve në fshatin Katondi Vjetër, dhe tragedia që ndodh, pra. Dhe na ka lënë edhe ditarin e tij, ku përcakton çdo ditë aktivitetin me se merreshin njerëzit, si visheshin, si organizohej jeta, kush ishin problemet kryesore, si trajtoheshin sëmundjet dhe gjitha me radhë. Ka na bën që të kemi një pasqyrë të jetës në atë periudhë në zonën tonë. Libri i dytë fillon me disa monumente historike dhe kulturore në Mirdit dhe përreth saj, ku spikasin në veçantë shtëpitë karakteristike kullat. Këtu kemi shkollat e para shqipe në zonën tona, ku spikat ajo e Velës në vitin 1632, që pavarësisht se zhvillohej katekizëm, aty zhvillohej edhe gramatik shqip. Në këto faqe kemi një set me fotografi nga autorë në vende dhe kohë të ndryshme. Kryesisht autorët janë të huaj. Dhe nëse vini re, ato paraqesin jetën, organizimin e jetës në atë periudhë. Pra kemi momente pjekje kafe në fatër, kemi momente ceremoni murtore, kemi dasma, kemi kuvende, çka na japin një pasqyrë se si organizoi jeta, si visheshin, si jetonin. Këtu kemi banesat, tipologjitë e banesave në Shqipëri. Ne jemi në këtë zonën këtu tani, që i përket këtu, dhe në këtë zonë, pra në zonën tonë, tipet e banesave janë ato të tipit kull, pra me banesa të fortifikuara, ose në anglisht family castles.
Dhe kemi arredimin e tyre, si organizohet arredimi e tyre. Ndërsa këtu kemi planimetritë e banesave në tërësi. Çka bën një element të veçantë stilin e banesave në zonën tonë. Tu kemi këngët shqiptare, ku dy janë ato më të spikaturat, më të vjetra, është në kënga e gegve, që është këngë Majkrahi, ndërsa edhe e tozve, që është iso polifonia, e cila është edhe pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Që që thash, kjo zonë ka qenë banuar kryesisht nga fisi i piruzve, që ka pasi karakteristik përpunimin e metaleve. Pra, zona jonë ka qenë e pasur me metale të ndryshme. Kryesisht në mirdit dhe në puk ato të bakrit dhe në burret dhe në bulqiz mineralet e kromit. Tu kemi ilustrime nga industria minerale në këto zonë. Ndërsa në këto faqe kemi kur kilometrik të historisë e Shqipërisë që nga koha e pavarësisë deri në vitin 1991 kur filluan reformat e thella ekonomike. Në këtë kënd këtu gjejmë fermën dhe produktet dhe mjetet që janë përdorur në fermat tona. Siç e shihni këtu, në zonën e Mirditës toka ka qenë kufizuar për sa i përket sipërfaqes, sepse terren malor dhe i pjerrët. Dhe ato sipërfaqe toke që ishte, njerëzit e mbanin i vinin mure dhe mbanin nën kujdes nga erozioni në mënyrë që të ruhej dhe të mos degradonte sipërfaqja që mund të mbillej. Duke qenë e kufizuar si sipërfaqja edhe prodhimet kanë qenë të kufizuara edhe ne sot e kemi të shkojmë të Hambuk, po jo të Ham, sepse sigurimi i ushqimit gjithvjetor të familjes ka qenë një problem më vete në atë periudhë. Disa nga produktet kryesore që kanë qenë mbjell, kanë qenë drithat kryesisht, patatet, perimet dhe zërzavatet dhe pemet frutore. Tu kemi edhe disa procese që ushtrohen edhe sot në fermat e vogla fshatare, si që zjerja rakis apo vjelja produkteve, bluarja e drithit, punimi tokës, prashitja, e gjitha këto janë procese që i gjejmë ende sot në familjet tona. Në këndin Matan është këndi i persekucionit dhe i burgut të Spaqit. Pas luftës së dytë botërore, në Shqipëri u vendos regjimi komunist, cili si specifik kishte se nuk lejonte mendimin ndryshe. Dhe nëse mendojnë ndryshe nga regjimi komunist, këtu kemi një ilustrim nga Muzeu i Memorjes dhe në anë kemi një listë me gjithë priftrin katolik të vrarë me gjyq, pa gjyq, të vdekur në përburgje apo në përpunë të rënda. Dhe çka ndodhte nëse mendojnë ndryshe nga regjimi komunist? Ishte e sigurt që dojë nënshtrohej një pjesë nga torturat të cilët i gjejmë edhe këtu. Dhe nëse gjatë torturave nuk kishe humbur jetën, pra nuk kishe shkuar në atë listën e të vdekurve, nuk se kishe marrë lirinë, por një rrugë tjetër të qonte në kampet e vuajtjes së dënimit apo të pundës së rëndë, siç ishte burgu i Spaqit, cili përveç se ishte një terren shumë i vështirë, ishte punë shumë e rëndë, punuar në galeritë e minjerës së Spaqit, minjerës së Bagët, dhe këtu gjejmë element që janë përdor original, që janë përdor nga të burgoserit, apo nga galeritë e Spaqit, apo nga teli me gjëmba i cili rrethonte të burgoserit. Këto janë element original. Tu kemi disa ilustrime, pra një përshkrim të ish burgut të Spaqit. Tani do ngjitemi në katin e dytë, të shohim se si organizoheshin ceremonitë, festat, etnografia, mikpritja. Jashtë bie borë, bën ftohtë në zemrat tona, thoshte një këngë. Vazhdojmë.
Në këtë instalacion këtu, me qendër djepin, dhe njerëz që të gëzuar që festojnë rreth djepit, përfaqësohet shtimi i familjes. Vetë djepi jep atë shtimin e familjes dhe gëzimi i madh që shfaqet në familjet shqiptare kur familja shtohet. Kur lindte djalë, shtihej pushk, ndërsa tani më pak. Ndërsa në instalacionin e dytë kemi një shtëpi tipike mirditore, një kull tipike mirditore dhe njerëz që festojnë në oborrin e saj. Nëse vini re, njerëzit janë me kostume të ndryshme, që ka përfaqësojnë rajone dhe vende të ndryshme. Në këtë instalacion i jepet festat lokale që ne kemi, ku për fest vinë njerëz nga vende dhe religjione të ndryshme dhe festojnë me ne. Ndërsa këtu kemi dekorimin e gjupit të grave. Para vitit të ri, ne morëm edhe një lajm shumë të mirë nga Ministria e Kulturës që shpalli veshin mirditore si kryevlerë kombëtare e trashëgimisë jo materiale të Shqipërisë. Kështu që tani është dhe e mbrojtur si veshje. Dhe këtu gjejmë element të veshjes që i gjejmë në shumë kultura të lashta. Ky simboli këtu, duhet të thonë fakt, është simboli femrës, por që në kontekstin mirditor herë merr atë kontekstin kombëtar të Shqiponjes, herë të kryqit, pra të religionit që përfaqëson. Këtu kemi një nusën kal, pra është zona ku i përket dasmës, një momenti kulminant të jetës së njeriut. Dikur nusja vinte me kal, ai burri nuk është dhëndri, sepse dhëndri nuk shkonte për të marrë nusën dikur, por është i zoti i kalit. Ndërsa këto element që janë sipër, këto quhen straveca, dhe janë pjesë e dekorit e veshjes së graveve dhe kanë pas funksion që tregonin statusin e gruas që i mbante. Pra këto të voglat të kuqet i përkisnin vajzave, ato me ngjyrë pak më të zbet grave, ndërsa to të zezat, ose grave të moshuara, ose grave që kishin humbur burrin. Atje kemi veshje të ekspozuara të zonave të ndryshme, këto mos gaboj janë të matit, ato janë të mirditës. Këto janë shumë të vjetra, prandaj i kemi futur në kornizë që të mbrohen dhe mos të degradojnë më tepër. Kjo zona këtu është konceptuar edhe për prezantime të ndryshme që mund të jenë kombëtare apo lokale apo seminare, pra është një vend shumë i mrekullueshëm. Keni bërë ndonjë prezantim apo kështu kombëtar apo thjesht është konceptuar? Jo është konceptuar, po këtu vinë shpesh organizata apo institucione dhe bëjnë takime. Edhe prezantime, qoftë seminare, qoftë prezantime të ndryshme punësh. Dhe kjo është veshja e nusës mirditore. Edhe këto janë veshje, pastaj edhe të burrave të grave që janë të pasqyruar. Natyrisht në kornizën e madhe, pasi u shpall pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ne kemi vendosur gjubletën që ta kishim të pranishme këtu. Dhe aty është një gjubletë e vjetër, nuk është e mirditës, është zonës së Malësisë madhe, por që e kemi prezent. Këtu kemi pamje nga Puka, e cili është një rajon ngjitur me ne dhe ndajmë shumë pasuri dhe shumë rrugë të përbashkëta. Pamje interesante. Besoj e keni vizituar. 3-4 herë po e pop. Kujdes. Kujdes. Mos jep më. Tu keni dhomën e pritjes, apo dhomën e burrave që quhej dikur, e cila është e orientuar nga Oxhaku. Oxhaku në fillimet e veta dekorohej me element pagam, por me shfaqjen pastaj të simboleve nacionale apo religjioze janë përdor ato që përfaqësojnë qoftë nacionalitetin, qoftë edhe religionin.
Miku qëndronte në njërin anë të ogjakut, ndërsa i zoti i shtëpisë në anën tjetër. I zoti i shtëpisë qëndronte në atë pjesë të ogjakut ku ishin takëmet e kafes. Dhe gjen këtu një sofër, stolat me 3 komp. E dini pse ishin me 3 komp? Por i gruaja dhe miku. Jo. Dikur nuk ishin të dyshemet, nuk ishin të niveluara siç janë sot. Dhe ishin me kështu që është ajo teorema matematik që në 3 pika kalon vetëm një rreth dhe asnjë tjetër. Atë që u thash që është me 3 këmbë dhe mund ta vësh tripodin në çdo vend, por kurse 4. Kështu që zën. Nëse po të jetë me kënd, me 4 nuk arrin të krijojë ekuilibër. Dhe djepi nuk rrinte zakonisht tek oda e burrave, por kur familja kishte ardhur për një kohë gjatë pa trashëgimtar, i zoti i shtëpisë tonte në shenjë kenarie me miqt. Ndërsa në këtë anën tjetër kemi kuzhinën, që Mariana i thot zemra e shtëpisë. Në kuzhinë janë pasqyruar disa mjete të thjeshta kuzhine, si dhe është dekoruar me ushqime tradicionale të zonës së veriut. Këtu kemi albanolog të huaj dhe shqiptar që kanë thënë kontribut të rëndësishëm në studimet shqiptare. Ndërsa në këtë tabel kemi personalitete shqiptare apo me origjinë shqiptare që kanë bërë karrierë nëpër botë. Ndërsa këtu kemi instrumentat muzikor tradicional ku spikat lahuta si më e vjetra. Këto instrumentat i luajnë më sot këtu në zonë, për shembull mblidhen nëpër shtëpi, të luajnë apo është vetëm për show të premte vendarkë në një vend ku duhet paguash që të futesh? Ka familje, ato pak që kanë ngel, që them të drejtën. Ka familje, ka zona që zhvillojnë shumë kryesisht nëpër dasma, përdoren fort. Tu kemi disa gjupa grash, secili është unik në llojin e tij. Ndërsa në këtë dhomën këtu, që quhet black box, kemi një informacion të ngjeshur që do ta ndjekim për Shqipërinë dhe për zonën në të cilën jemi. Këtu kemi black boxin, i cili paraqet me pamje dhe me zë, një kronologji shumë të ngjeshur me informacion për Shqipërinë dhe për zonën e Mirditës në të cilën ne ndodhemi. Ju ftoj të. Black boxi është në 3 gjuhë. Ne do zgjedhim gjuhën shqipe për momentin. Ju ftoj të ulemi. Me 2764 metra mbi nivelin e detit. Ai ngrihet në kufij me Maqedoninë. Këtu në Mirdit, një nga gjërat që dëgjuam është që ka qenë flamuri shqiptar në hënë. Shqiptarët kanë vetë në hënë. Në fakt edhe unë kur kam filluar punë, kam kuptuar që një nga astronautët që ka shkuar në hënë ka qenë me origjinë shqiptare dhe ky është Alen Shapart. 2 profesorë në këtë universitetit politeknik që ishin vizitë në Infekull të ndëruar, shkuan me tej. Më thanë që Alen ka marrë 2 flamuj shqiptar nga Jati. Njërin e ka vendosur në hënë dhe tjetrin e ka kthyer sërish poshtë. Mos gaboj, sipas tyre, ky flamuri i kthyer gjendet i ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar. Tani, ky është shqiptar i njohur, këtu janë gjithë shqiptarët e njohur. Fillojmë me Lane Çobanin, Lane Bariun, si mund ta quash, Alan Shepard, gjithashtu Gjim Belushi, edhe Berti Niros është gjithashtu shqiptar, veç gjithë këtyre të tjerëve.
Jemi në mes të katundit të vjetër, rreth rrotull kemi male në çdo vend, për shembull ai mali aty, Ai se ka- quhet guri i lakneshtes. kurse ai shkëmbi nga ana tjetër atje, Ai është guri i Goldpranks quhet, ndërsa ai mali atje në anën tjetër është mali i gështenjave, kfall quhet. Po të shikoni është plot me male këtu. Është edhe mali i Veles, është në anën tjetër do ta shikojmë pastaj, se është një pikë shumë e lartë, shkon deri në 1400 metra dhe ka plot male, gjelbrim. sa metra me nivelin e detit jemi? Këtu jemi 179 metra. 170. Po pse më kaq ftohtë? Pse ka shumë borë? Bora nuk bjen gjithmonë. Për fat mirë sot që erdhët ju prut edhe boren, se kërkohet shumë nga turistët bora. Unë jam gjithmonë në vendin e duhur, në momentin e duhur. Sa kohë ka parë në borë këtu që raso? Ka rënë si vjet? Ja, nuk ka ra, hera parë që bjen. Po dhe 10 ka ra shumë pak, kështu që nuk e ka zbardh. Kështu thujmë nena se ka zbardh. Dhe ka në qëtë 2019 se s'ka ra ka shumë borë. Pra 5 vjet ka që nuk ka rënë borë këtu edhe tani që erdha unë gjeti të binte borë, më gjeti mua që kam inat të ftohtin, edhe bie borë. Po është vend i mrekullueshëm, ka male në çdo vend, unë do mendoja që nuk do frinte erë këtu fiks nga që jemi mes të maleve, po frin shumë erë. Zakonisht sa është temperatura këtu në verë, për shembull, po të vim ndonjëherë në verë. Në verë ka diçka shumë veçantë. Në verë ditën ban shumë nxehtë, mund shkoj edhe 35, por darkat shkojnë bjen temperaturë 20, 23, 24 edhe është shumë fresk. Si e the atë malin andej? Mali Veles. Hajde tash. Po, patjetër. Erdhëm këtu në një kodër në mes të katundit të vjetër, edhe nga të gjitha anët këtu rreth rrotull ka male. Për shembull, ai mali atje, si që Guri i lakneshtes quhet. guri lakneshës, po ai shkëmbi atje. Ai është guri i Goldprangës. Hajde kuçi. Hajde. Këto për shembull është një nga dhomat që i jepni apo jo? Po, kjo është një dhomë shumë e veçantë. Ka, si që shikoni, ka pa me 360 gradë. Edhe kjo zona këtu ka qenë quajtur guri i mullareve. Ku gjysh jem, apo stërgjysh kanë pa vendosur mullaret. Nuk e di a dini që shajnë mullaret. Ajo me bar. Po, me bar, po. Sikur kanë lidhur në blloka e vra. Ndërsa tani është punoj me turizëm edhe është shtëpi për turistat. Po të vinë tani në dimër, kanë me se ngrohen e kështu apo do? Patjetër, me gjitha kushtet mrena, nuk janë me oxhak, po janë me kondicioner, por kushtet janë shumë të mira. Kushte hipermoderne, të vish edhe të shikosh këtë pamjen e bukur të mrekullueshme që është gati për xhiruar dimrin e fundit, pavarësisht se s'është dimri i fundit, do vim në një vit tjetër, ose mas edhe ditë tjetër, dhe javë tjetër do vim të rrim për qesh një 2-3 ditë këtu. Ta shikojmë, të qetësojmë mend e kokës. Ku ka si mes i maleve në mes të borës, në atë një ditë që vendosi të bjerë borë si sot. Në fakt këtu është me të vërtet zhehet qetësia e jetës, sepse siç e shikoni vetëm male, gjelbrim, edhe nuk ngjoni as buri makine apo vetëm natyrën. Ngjoni natyrën që flet gjithmonë edhe muzikën e natyrës. Super fare. Hajde ta shohim edhe nga ana tjetër natyrën çuna. Kujdes mos rrshkisni. Kujdesni këmbët, se këtu ka shkallë, po shkallët janë integruar me një shkëmb këtu, domethënë ka shkallë deri këtu, pastaj pjesa tjetër shkëmb këtej. Edhe këtu janë direkt pemët. E dalin shkëmbit, shikoni mal të shkëmbit burri botës. Ka ardhur edhe ka bërë një dhomë për ta dhënë me qera. Që është kjo këtu. Nga këtej është Ne është komplet fshati Katundit vjetër. Siç ju thash, këtu jemi në Katundin e vjetër, Mirdite. Hyn ndër 100 fshata turistike dhe frekuentohet shumë nga turizmi perëndimor ose vendet e ulta siç është Hollanda, Belgjika dhe vende të tjera. Është super frekuentuar me pranverë, verë dhe vjesht. do të thënë. Bëj një white për të qenë qati për kjo, na.
Në këtë dimër të bukur, ngelem në mes të borës. Erdhëm, ladies and gentlemen, në Katundin e vjetër, që e bërë rruga këtu nga makinat, ka nga gjitha anët, vetëm borë, fryn shumë herë, atje është Katundi tërë, kështë shikoni për para këtu, e tëra pjesa ku t'ju ndërsa vete jo andaj do jetë në fshat tjetër, andina hundi, edhe këtej vazhdojnë malet në çdo vend. Thanë, që ka 50 parën bord, pak të parën këshu bord që ta shtroj, po sa erdha unë, ra bord. Jam me fat apo s'mo do, këtë nuk e dim akoma. Se çdo ditë tjetër mund ta shohim ndryshe, por ne pash fiks sot. Dhe e vërteta ime që thonë ata, domethënë, eksperienca ime është që e pash me bord, kështu e pash, për mua kështu është. Kemi ardhur tek shtëpia e Bajronit, meqense na ftoi, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe nga ju dhe faleminderit që vini në Mirditë dhe promovoni turizmin dhe gjanat e bukura të Mirditës. Ju faleminderoj shumë. Përpiqemi, por e vërteta është që nuk dim shumë gjëra, të paktën për Rubikun apo për fshatin tuaj. Do na thoni disa gjëra që duhet të dim? Në fakt, këtu jemi në Katundin e vjetër, hyn ndër 100 fshatra turistike, dhe punojmë shumë me turizëm perëndimor, europian. Na vinë shumë nga Belgjika, nga Hollanda, dhe ma shumë vinë për natyrën, për mikpritjen. Në fakt Katundi i vjetër ose edhe Mirdita është shumë e pasur me ujvara, me gjelbrim, me male, por siç e thash edhe ka mikpritje shumë. Edhe besoj që në Mirditë po të hyni edhe në plataforma digjitale është ma vlerësuar janë besoj në Shqipëri. Se notat më të ulta mund t'i gjeni tek 8 apo 7, nuk ka më poshtë. Sa banor ka Katundi i vjetër? Katundi i vjetër, me thënë drejtën, është pak e vështirë dim shifrat saktë sepse shumë shkojnë, shumë vinë, kështu që nuk kam një shifër të saktë që të tregoj tamam. Sa turist vinë pak a shumë? Dim gjë? Të pak në statistika personale, sa vinë në vit? Po, atëherë këtu turizmi përqendrohet shumë pranverë, verë dhe vjesht. Pak a shumë si turistat huj, sepse ka edhe treg vendi apo vinë edhe për restorantet, por e kalon një shifër shumë të lartë, mund të kaloj edhe 6-7.000 turista në sezonet. Por kërkesat janë shumë më të larta, por mungojnë në struktura akomodimi, ku në këtë rast ftoj gjithë mirditorët edhe ata që janë jashtë shtetit që të vinë të investojnë sepse ka treg për të gjithë. Kush do me punu mirë, edhe ca eksperiencë me të vërtet ka. Edhe ky vend realisht ofron shumë gjana. Se në fakt ka edhe pesimista ku thujnë jo Mirdita ka mbaru, jo, edhe unë tham gjithmonë s'ka si me pa mbaru ku s'ka vazhdu akoma. Dhe komplet e procesi suksesit është duku vazhdu tani. Kështu që hajtni, investoni se me të vërtet ka për të gjithë. Në fakt të hujt, kur të vinë këtu në Mirdit, neve na shohin jo si Mirdit, na shohin si një preferi e Tiranës, me male, me ujvara, kemi edhe liçene, por kemi edhe detin, se aty mas malit tu është edhe tale, ose 20 sa kilometra nga këtu, pak minuta ose gjysmë ore je në plazh. Kështu që ka turizëm që vjen edhe për mal, por shkojnë edhe në det, gëzojnë malin, detin, të gjitha së bashku. Pas që bujtina ka, restorante ka, rruga është bërë, është me asfalt dhe shumë e mirë, është afër autostradës, i ka të gjitha. Ka diçka që mungon këtu? Në fakt rruga është e bame, ka shumë vite, por ka ato problemet e veta, sepse veres ka shumë fluks, edhe bëhet shumë e vështirë lëvizja makinave, shpeshherë kanë qellu se vinë turistat tu nga që kanë hasur me makina të tjera, gërvisht makinen, edhe krijon pak kënaqësi. Por ka edhe një problem tjetër shumë i madh. Është problemi i madh, por është shumë i lehtë për të zgjidhur, por nuk ka zgjidhur, është infrastruktura e tensionit mesëm, 6000 volti, ku nga nën stacioni Rubikut ja kemi shumë afër,
për në katun vjetër mungon është akoma investimi i 75-s dikurshëm, ku për një mura apo një natën vetë temat e gjanat mungojnë si izolimet nga rrëfejat e këto ose nga putën telat nga murani. Kështu që duhet shumë pak gjanë një organizim për me hekur këtë problem. Do me thënë kanë shumë turist edhe vojnë nga turizmi shumë, se kur vinë ata gjithë turistët rresht, do të thotë që detensioni nuk funksionon më edhe kanë dhe trafikun. Gjitha vinë nga turizmi tepërt. Më mirë të keni do me thënë turist, se sa mos të keni, po duhet përgatiteni avash për një fluks akoma më të madh, sepse me sa pam dhe numrat e 2023 që janë 10 milion turist, nga të cilët me sa thoni ju janë gati rreth 0.1% direkt kanë ardhur nga ky vendi, kështu që Po, në fakt, si që thash para, këtu jemi shumë me fat sepse jemi një pikë shumë strategjike. Edhe besoj jemi vendi ma me fat në Shqipëri. Nga që në Mirdit gjenë çdo gjë. Nga malet, nga deti, nga ujvarat, nga gjitha, edhe si që thash para, turistat na marrin si me qenë një preferi e Tiranës. Dikush që vjen në Katundin e vjetër, çfarë duhet vizitoj? Top 5 gjëra. Atëherë, në Katundin e vjetër janë shtigjet turistike, një. Pastaj janë edhe bujtinat, mikpritja, ku të hujt e vlerësojnë shumë, originaliteti, pastaj është kisha Rubikut, pastaj janë ashtu ujvara, ka shumë ujvara, burime ujë, edhe ka edhe kullat vjetra për të shikuar, është edhe mali i Veles, ku hyn në një pikë shumë e lartë, 1400 metra, ka mundësi kush doje, kush është i pasenuar shumë nga malet, është një pikë e lartë. Pastaj për Mirdit ka shumë histori, ka shumë gjëra që ndoshta nuk më takon mund t'i tregoj, apo nuk jam në atë sektor që di të shpjegoj këto gjëra. Kam dëgjuar tani, më kanë thënë që ekziston një ujvar sekrete, të cilën e di vetëm ti dhe i çon gjithë turistët apo gjithë njerëzit që vinë dhe janë të interesuar, i çon atje. Ekziston kjo ujvara? Po në fakt ujvara është me të vërtetë diçka shumë e bukur, akoma e pa njoftur, por në moment që do ta njohin gjithë, është ndër pikat më të bukura të Shqipërisë. Në fakt aty ka qenë quajtur Hurdha Fikut, e quajshin dikur si fshatrat, po kam nisur vitin që kaloi duke shuar turistat, dhe turistat vetë më kanë thënë se turistat tregojnë edhe për shtypjet e mira, por edhe të këqijat. Ti tregojnë edhe për para, edhe më kanë thënë është një ndër vendet e bukura. Por s'ka nevojë me ma thënë ata, sepse e kam pa dhe vetë edhe mjafton ta shikoni edhe do ta kuptoni se sa bukura, sepse kur vjen nxehti i madh, jo keni parasysh nxehtin e Tiranës, nxehtin e Shqipërisë, sepse Shqipëria vjen shumë i nxehtë verës dhe me atë thatën që ke gjithkund, shkosh në atë ujvar, pothuajse në Malt, shumë afër nga këtu, dhe dali gjithaj ujë nga mali, gjithaj ujë i ftoft, është me të vërtetë një gjë shumë e veçantë. Dhe në pikën më të nxehtë të verës aty do të marrëdhëfish. Kështu që është diçka shumë e bukur dhe ka panoramë fantastike. Faleminderit shumë për mikpritjen. Zonja dhe zotrinj, nëse doni ta shikoni vërtet atë ujvarën, mjafton të rrini tek dhomat e pushimit të Bajronit, që quhen Baventove Natura, dhe do t'i mundsojmë për ta shikuar atë vend kaq të bukur. Pranverë vjesht, por është bukur me shkollë dhe ndimër. Ka të bukurinë e vet. Isha para pak ditëve isha atje, është me të vërtetë bukur. Për të mira. Faleminderit shumë edhe nga ju. Jemi këtu në një shtëpi tradicionale, në një nga fshatrat e Rubikut në Katundin e vjetër, me zonjën Franga Nikolli. Nga kjo shtëpi kam marrëdhënose dhe jetoj edhe jam bashkë me ty prapë. Sa vjet keni që jetoni këtu? Unë për vete kam 47 vjetë martesë, që kam marrëdhënose edhe sot kam hap në biznesin fëmijët e mi, bashkë me ne gjithë, edhe gëzoj një jetë lumtur, një jetë shumë të mirë. Si ka qenë jeta para 47 vitesh që keni ardhur në këtë fshat? Ka qenë bukur, ka qenë mirë, ka qenë me prosperitet siç thonë që një herë në kohë ka qenë Shqipëri e mirë, po tani është prishur se ikën njerëzit edhe kështu, apo ka qenë vërtet ai dimri i ashpër, siç dim të paktën ne na jugu dim që në veri binte bora 3 metra dhe s'dilin njerëzit dhe të gjitha ato sakrificën. Si ka qenë në të vërtetë? Në të vërtetë, Katuni i vjetër ose Mirdita, veni jot është shumë i mirë gjithmonë, si në dimën, si në verë, ka një ngrohtësi, sa është veni jot, është familja jote, janë të ardhmit, janë njerëzit që janë
para arsit tonë, kështu që është gjithmonë e bukur. Vështirësitë e jetës kanë qenë vështire, me të thënë drejtën se këto nuk kena pas rrugë makine, s'kena pas kushte, kena qenë na brezi jem, për shembull, kena punu në kooperativ, kena qenë gjithmonë disponueshëm me shku gjithmonë me shoh fëmijët, me rrit në qerdhe, në kosht, me shpenë, me krame. Edhe çdo punë si u bote me shpenë, me vështirësi, po prapë se prapë në familjet tonë këtë zërm, këtë shpejt me hale, unë jeshna ngrot me familjet si kishna, e me njerëzit e fëmijët e tona. Kështu që çdo periudhë, çdo kohë ka të bukurinë e vet. Sot jam prapë se prapë, pavarësisht vujtjeve, hallëve si kam kalu, sot jam nana ma lumtur. Se në radhë parë jam me dy çonat se kanë qenë në emigracion, njëri ka studiu, tjetri ka punu, ka ardha ka hap biznesin këtu. Dhe unë sot jam nana ma lumtur se jam me fëmijët e mi pranë. Me vjerën se kam jetu 27 vjet, e kam hala këtu. Edhe jam me njerëzit nga të në bota, me Julin, si të kam dërë gjithmonë, të kam simpatizu, jam me knashe se u takume, kështu që është një gjë e mirë. 47 vjet në Katundin e Vjetër. Në fillim merreshit me kooperativën. Në fund merreni me biznesin tuaj. Në mes të këtyre viteve me çfarë jeni marrë këtu? Po tashmë, kështu mua, si filloi demokracia, me halle, me lodhje për Zotin, tu marrë me bujësinë, me tokat, me vështirësi shumë. Ndërsa fëmijët u rritën, e shkuan në emigracion, na krijuan kushtet, dikur s'kena pas lavatrishe, s'kena pas ujë, kena pa boj me bulirë, në shpenë. Kena lë me dorë, edhe me dorë nuk e kisha ujtu, kisha përshkuar prut, mi bojnë shpenë, mi lë. Kurse sot u krijuan kushtet e fëmijëve, filloi shish para me ujtë, me lavatrishe, me kushtet milimane, mos u bën, pas tash kam hap në biznesin, tash jam në më mirë, shumë më mirë. Po punove, asnjëherë nuk djerrët muni. Kështu që kam i punë të pastër dhe jam krenare me të jem si kam. Si ju ecën biznesi? Vinë njerëz nga gjithë vendet e huaja, shikojnë jetën këtu se si jetoni dhe duan të rrinë këtu. Keni mësuar në gjuhë huaj, u shërbeni në një mënyrë të bukur. Çfarë bëni këtu? Si e ka ndryshuar jetën ky turisti që ka? Jetën sa të vije makina, sa të vijnë turistat, se të zdripin prej makine kanë një pusqeshe shashtë merë, sa mu më napin një pusqeshe, një knajsi të papame. Kështu që shish se të vinë, unë më hinë zemër dhe ju hinë zemër. Me komunikimin, jo se kam mësu gjuhë huja, me komuniku i kuptoj pak, po ka del kjo puna telefonit, ato më shkrujnë, unë i shkruj edhe komunikoj. E më bojnë pyetje sa herë, a je punëtore këto, a je ardhme, nuk e kuptojnë se na jemi në një familje këto. Se dy djemë të Bajroni, si ka shku që 14 vjeç, erdhe im festoj këto, ato kujtojnë se mos e ka bo dikush tjetër, po jo, vetëm Bajroni e Tonini, familja. Kështu që ato jenë të knashun, u tregoj fotat e shtëpisë vjetër, venin se s'ka pas rrugë makine, s'ka pas asnjë gjë, aty u duket. Edhe thojnë lumi aty se ke këtë vend. Ato janë krenar kur vinë, edhe dalin shumë të knashun, edhe me thënë drejtën më kujtojnë, edhe mrapa më marrin telefon, më kujtojnë në mos i shkojnë për familjet veta. Jam shumë e lumtur. E kanë gjetur zgjidhjen me Google Translate. Në një vend tjetër veç se këtu që kur martuat keni jetuar, ndonjë Tiranë jashtë? Asnjëherë në Tiranë veç nëse kam shkuar për një smullëk, një spital, kam shkuar një herë për shef se ja. Vetëm këtu kam ardhur, unë jam nga Lezhë, nga zemeni Lezhë, është vend fushë, jam rrit një ambient tjetër. Me të thënë drejtën për një vit s'kam pa ditë me hec malit. Se s'disha me vukamin jo ngurtin tokë, mos ani më bëni veni për veti, kështu që jam sot këtu. Me vështirësi, po, nuk e kam kërkuar asnjëherë se t'ik për këtij veni, kam pas halle, probleme, gjana, asnjëherë jo kam jetu këto. 10 vjet kam jetu vetëm me vjerën. Këto vetëm shyshe, edhe sot jam me djemtë me gjithë. Edhe me gjithë nga të në bota, kështu që jam e lumtur. Jam një nanë e lumtur me të vërtet, se pa kush e dëshiron t'i ketë njerëzit gjithë botës këto. E gjithë se cili ka të kulturën e vetë, ka të edukatën e vetë, edhe unë mësoj shumë për i tyne. Mësoj e shumë sa mërmenja. E vinë në rinjë të ke unë, ke u gjaku, ke stofa, gatujnë me mu, një mujnë me bo salata, morin pjatat i shenë këtë vëllina, mi mbledhin e mi bjenë këto, ka një kaj gotë se milionent, kështu që jam shumë, i bëmë si familje. Nga gjërat që u tregoni të huajve, cila është tradita më e bukur që keni për t'ju përcjellur? Na kena për traditën më të bukur si o përcjellim, në radhë parë kena bujar lekun, kena mikpritjen, ato shofin vetë se të vinë në borë, ato njehen shumë mirë, bile ka herë vinë fëmijët,
kur vinë fëmijët mas meje këto, vinë prindrit, ato kënaqen krejt, ato bon si familje, do me thënë ata kur ti thirrësh këtu mrena në shtëpi, ato njihen aq mirë sa nuk ta merr mendja. Njihen shumë të lumtur. E bile ka i hekën shefën e kafën e mjesit, e në mos dreke, ka i hekën shefën e me hor drek, se vine gatun për fëmijët, e kanë sheva të hom këtu me ti, edhe kjo është, çdo gjë është, pastërtia si kena, mikpritjen si kena, ja u japim edhe ato e pranojnë e jetojnë me ne. Gjëna tjera janë prapë, se çdo gjë vjen mani me radhë, se rrinë lirshëm, do me thënë, nuk kanë probleme, nuk kanë gjëna, na bëjnë pyetje ku mund shkoj stash, ku mund ta ashtoj, i drejtoj, i vinë. Janë si në familje, nuk kam çfarë me thënë tjetër. Ato kënaqen. Një pyetje të fundit kam unë, se unë jam në Borshi, jemi në jug, atje s'kemi borë, dhe borën këtu e shikojnë nga dritarja, po ne zakonisht e shikojmë nga televizori. Në ato kohë më përpara, do në flasim pa lavatricet, pa ujnë, pa këto, si mund të jetonte një njeri në dimër? Si jetonit në dimër? Shumë vështërsi. Ata, ajo është mos e vërtet, ka pas rësi na kena pas në bakti shumë, lopen, dhejt, derin, na kena pa mbledh borë me kazan, edhe kena pa vun zjarë, e shkrysh në borën, e jepshim kafshë ujë. Kurse për vete, kena pa hapshtishit burrat, kur ishin këto, më shku me mush ujë ke burimi me shpenë, për të pishem. E për vete, për familje, kështu. Për kafsht, kena pa marrë borën jashtë, e kena pa shkrimrena, ose grashtin, është krisha, sa është e njohme dhe tash është një lloj peme, se hojnë baktia në dimnit, e kena pa marrë mal me burë, e hudhshna ke o gjaku, e shkrishna, e jepshëm baktive. Me vështërsi, po çdo gjë u realizote, me dëshire, me vullnet u bote çdo gjë. Me vështërsi, po ato ishna gjithë një lloj, kështu që me ta bjen të ishna mëso me jetu. E kështu kena jetu, e kena ardhur këtu ku jena. Faleminderit shumë për mikpritjen dhe për fjalët e mira dhe urime që keni fejuar dhe djalin. Gjithë të mirë. Shumë ne për te urime, e të falenderoj shumë, se unë u kënaqesha me te, në me vajzën si kenka, e me shok si kërë me vetje. Të falenderoj shumë. Kjo këtu është zonja Vjerë. Po, kjo është Vjera, po me të drejtën, kjo është nana. Se unë kam lënë një nanë edhe kam gjetë një tjetër. Bona 27 vjetë që jetoj me ta, edhe do të plakna dhe në ditë funit dyja bashkë, se lëshim njëna tjetën. Më ka një mu shumë, me rritë fëmijët, ka punu shumë, edhe kjo ka pas vështërsit e veta tjetës, edhe unë po i kena përballu bashkë, e sot jena këtu ku jena, me dy qonat, me plot shpinë, me njerëz, me gjithë. Jam shumë e lumtur. Më thani mo? Zakonisht në kohët e vjetra u puthte duart nusja Vjerës. Shoqë Vjera i puth duart nusës, habitem. Shikjo, edhe shikjo, janë bri dashi. Dashi, ku ka qenë... vërteta. Vërteta, original. Kjo dhe kjo. Edhe këtu, kur vite meku, a i si ishte ma me autoritet, ke brit e dashit ka pa vjerarmin. E dërzotet zë shpis, më sa një ullë të kjo shaku. Do me thënë, e ka një ide si janë mort, e ka një... Unë nuk di pelda fort me ashtu, po kjo. Kurse trend, janë 4 trend e 2 shpijave për para, këta. Edhe janë lanë original, edhe burrem si ka pa lanë me ly, edhe nësi këna ly, këna moj original. Nuk janë ly me boj, janë nga tymi si ka qenë në zarmi në di shpis. Kështu që s'ka paso gjaka të herë ku ka qenë, këta. Ka qenë borë, janë 2 dyrë t'jashtë në shpis, një ashtë nena, një anena, i ka pa bo virem. Tu ka qenë dhoma burrave, ne ka qenë dhoma grave, nuk kanë pa ne me meku në bashkë, meku me zënë e shpese me këto, kanë pa ne në vetje. Edhe bjetë ushqimin, bjetë ata vetëm i zoti shpese, meku ose burra. Reshin bashkë në dhomë burrave, e gratë reshin në dhomë grave, me gatu në reshin e për. Kanë qenë një ide, dhe me thënë tradicionale për gjithë shështu, në atë kohë. Unë ku kam ardhnuse, këta kam gjithë tokë. Kretë, dhejnë. Dhe më thënë, nuk ka qenë edhe ne shtrume me qenende. Ka qenë të komplet. Bile u bote me grupa, boshëm dhe i është e me shtrushëm. E zgjeshëm e boshëm si qenende. Kështu ka qenë kjo shpej për kohë. Po nuk bëshit pis kur futeshit në krevat për shumë?
ku tash kisha mu bë pjesë me shan legeni, lash në kam, në hallën me vështirësi ortina. Me vështirësi, ka qenë jetë e vështirë atëherë, nuk është se ti ke kushtet në çdo dhomë janë me kondicionere, me dushe, me gjitha. Atëherë, kjo ka qenë jeta. Fëmijët i kam paloke o gjaku me gabate, me ujtëzete, me kusenje, shështon. Bonjën e kisha një 10 metra jashtë, një bonjë jashtë ishte komplet familjare për gjithë. Por sot i kanë çdo dhomë ka bonjën e vet. Kjo në shindi si ka qenë dikur, jeta si kena pagon e jeta si nëse. Ka në shoh shumë. A shumë e mirë, veç duhet me punu e me moj punën si e bon, e me hes për punën. Vështirësitë e tona, ka mundësi, bilda ona jugut, në ona jugut kini qenë marahat si na, për nga mjetita kena hekesh, kena vullë. Ma shumë, kushte ma, se zona malore ka në vështirësitë e veta, jo drut në shpine, jo sherdhja largë, kushti largë, kooperative, njona tjetra, drut një bëj me shpine tona, ka në vullë. Sot e kam makinën në borë, i kam dy djemë të shkojnë, vinë, punojnë, se lotronin pra si gjanë të më përpunë të mrenshme o borën e këta. Kjo është jeta si ka ndryshu, edhe fshati, edhe fshati. Gjithë fshati ka tonit vjetër, gjithë kanë qo rrugën e makinës këshpeja, janë stabilizohë gjithë, kanë punohë fëmijët në emigracion, e gjithë se cili ka punohë këshpejave. Çdo shpeje ka shoh rrugën e makinës me forcat veta, të gjithë. Edhe në katon vjetër, në katon 2 familje se kanë hekë prej katonit, se gjithë janë këto. Nuk janë largu nga fshati. Pavarësisht në emigracion, ose me thënë me hekë prej këto, me rënë lezha, me rënë poshtë, ja. Gjithë e kanë shpejat të tonë majtë. Kjo është jeta fshatit. E ne këtë në harmoni njëni me tjetin, kanë hapë biznese, e shkojnë merë, biznesin, i vjetë dikush atje visha mu këto, nuk ka mundësi këto, ishe këtë tjerë, për shemull se një në zamë shpejat, ishe djali atje ku ka vend me netën me fletë, do më thënë kanë harmoni shumë njëni me tjetin, bizneset njëni me tjetin. Kanë harmoni, kjo është e njëra fshatit të. Të gjithë mirëditoret të vinë të kthejnë mirëdit dhe të investojnë mirëdit, se me të vërtet ka për gjithë treg, sidomos në turizëm, në blegtori, por turizmi me strukturat që ne kemi nuk e mbulojmë dot me nevojat që kërkon turizmi. Kështu që kthenin mirëdit dhe na presin vite shumë të mira, me shumë turist huj, edhe mund bëjmë diçka të bukur, ta bëjmë edhe një herë vendin tonë krenar siç ka qenë dikur. Ju faleminderit. Ftoj të gjithë jo mirëditorët të vinë një xhiro në Mirdit, në këtë pjesë të Mirditës që vizituam sot. Është një vend i papar, shumë i bukur dhe Shqipëria ka nevojë jo vetëm për plazhe apo maj mali apo vetëm një gjë fikse, ka nevojë për të gjitha, për çdo lloj turizmi, për çdo lloj njeriu. E janë dilni një xhiro, qoftë në Rubik, qoftë në Katundin e vjetër, qoftë kudo që të doni ju, sepse Shqipëria është vërtet një vend i bukur. Kaq kishim xhiruar për sot, se po bie nata avash avash, do kthehemi edhe në Tiranë. Faleminderit që ishim me ne. Shihemi javën tjetër me episod të ri. Gjithë të mirat. O Juli, diçka harrova thosha, në fillim kur filluam thosha Mirdita nga Mirdita. Ose mirëmëngjes nga Mirdita. Hajde se do ikim. E mbaruam dhe makinën, e mbaruam dhe udhëtimin dhe e dorëzuam makinën përsëri tek Albrental. O, Fiat ku të kisha, erdhën prap. Shumë i mirë është ore, po vetëm që në malore s'bën. Me borë nuk bën, me këto nuk bën, kështu që nga një herë të duhet qoftë kur je turist qoftë kështu, nga një makinë mund ta merrni dhe ju tek Albrental.